Miq të nderuar të Radio Televizionit Besa, kudo që jeni me mbrëma dhe mirë se vini në programin ton tani të debateve dhe në këtë program të drejt për drejt. Sonte nga studio numër 1 e Televizionit Besa dhe besoj në ekranet të shumta të qytetarëve jo vetëm të komunës Prizrenit, me ne dhe me ju është kandidati për kryetar të komunës nga lëvizja vetëvendosje Arber Rexha. Ne sonte me zotri Rexhajn do të bashkëbisedojmë për projektet të cilat i ka lëvizja vetëvendosje, planet dhe planifikimet e po kështu edhe synimet pse duhet të votohet kjo lëvizje, në fakt ky subjekt politik dhe pse duhet të votohet kandidati Arber Rexha. Në kaq për më shumë ne drejt për drejt, po kështu shpresoj që sonte do të kemi mundësi për të parë të gjitha karakteristikat ose tiparët e pse duhet e lëvizjes vetëvendosje dhe pse ajo duhet dhe kandidati në fakt të Rexhaj pse duhet të jetë i pari i komunës Prizrenit. Zoti Rexha, mirë se keni ardhur. Mirë se gjatëm, zoti Qall. Ju falenderoj që fillimisht keni pa të arsyeshëm të na ftoni në këtë emision. Misionet e tilla na bëjnë të jemi më afër qytetarëve dhe na bëjnë kryesisht domosdoshmë ta shpalosim këtë alternativën tonë qeverisë me cilën prapo garojmë dhe kemi përgatitur bashkë me qytetarët gjithandej në për të bime ku I kemi pasur. Keni pasur organizimet e shumta në terren natyrisht, mirë po e pak keni qenë të ekspozuar kushtimisht të thash me thojza në media edhe për fakte ndoshta teknike tjera. Megjithatë, cilat nga pjesët e programit sonte do t'i shpalosni që e dallojnë natyrisht lëvizjen vetëvendosje nga subjekte tjera politike dhe që mendoni se ato do të jenë ndoshta arsyeja pse duhet votohet Arber Rexha si kandidat për kryetar të komunës dhe pse duhet votohet lëvizja vetëvendosje, flas për listën e kësaj lëvizje. Besoni që ne kemi qenë shumë të ekspozuar tek qytetarët edhe në mediat pra qendrore, mirë po në mediat lokale nuk kemi qenë shumë të ekspozuar. Arsyeja qëndron që mediat lokale në Prizren nuk na kanë dhënë edhe mundësinë që të ekspozojmë pra të gjitha aktivitetet tona, për arsye se mediat lokale gjenden ashtu si gjenden pra në një gjendje të rëndë ekonomike dhe në një farë forme gjithmonë pra ekziston një lloj tendence e pushtetit dhe partive të cilat pra kanë mjete të dyshimta, mjetet tona janë të transparente dhe publike dhe megjithatë po ashtu me të drejtë demokratike blejnë pra emisione, pra dhe në një farë forme vetëvendosja, jo pse realisht ndoshta nuk ka mundur të blejë ca emisione ose ca kronika zgjedhore kështu, po megjithatë një gjë të tillë nuk ka bërë kurrë dhe as që ta bëjë ndonjëherë. Kjo është arsyeja domethënë parimore pse ne me një farë forme nuk dëshirojmë që mjetet me cilat na dhurojnë qytetarët që t'i fitojmë zgjedhjet lokale gjithandej nëpër Kosovë dhe veçanërisht në Prizren, t'i harxojmë pra me një farë forme duke u munduar që të blejmë pjesë nga emisionet. Kjo është e para, ndërsa sa I përket alternativës qendrore të lëvizjeve vendosje në fakt, ne kemi përgatitur shumë tubime publike me qytetarët dhe pothuajse kemi bërë tubime më shumë se sa ka bërë kuvendi komunal dhe kryetari aktual. Prandaj si lëvizje jashtë institucionale, si kryesisht lëvizje politike, subjekt politik, ne kemi arritur që të jemi më shumë afër qytetarit pa qenë fare brenda institucioneve. Dhe kjo ka bërë që ne së bashku me ta ta përgatisim alternativën e lëvizjeve vendosje. Fatkeqësisht kur po them së bashku me ta, kjo fjalë është degraduar skajshëm dhe besoj që është degraduar nga subjektet politike sepse asnjëherë nuk e kanë përgatitur një alternativë së bashku me qytetarët. Duke filluar nga problemet të cilat mund quhen patetike, subjektet politike konsiderojnë ashtu, nga uji I pishëm, pra deri te kultura, ekonomia, arsimi, ne jemi munduar që së bashku me ta të përgatisim dhe të marrim parasysh kërkesat e tyre. Prandaj na mendojmë që kjo qeverisje lokale deri më tani, ashtu siç është degraduar skajshëm nga korrupsioni në nepotizmi, nga kriminaliteti brenda institucional, duhet pra realisht të shkojë aty ku e ka vendin, pra ju e dini që kjo alternativë e parë që I paraqitet qytetarit nga BDK-ja është alternativë atyre që më shumti pra koltukun e kanë pranë seancave gjyqësore sesa në zyret e tyre të punës
dhe përballë kësaj kemi alternativën e dytë, cila është alternative metaforave të dala mode, metafore cinizmave, metafora atyre që e dëgjën komunën dhe metaforë e atyre që e filluan degradimin e fshatit turistik Prevalla, pra dhe pastaj qeveria e dytë, kjo e 8 viteve pas, me një fafor me vazhdoj, është qeveria atyre që e degradoi, pra filloi degradimin e zonës historike të gjithandej qytetit të Prizrenit, e vazhduan këta të dy. Ne mendojmë se, me qenë se Prizreni ka një trashëgimi shumë të pasur kulturore dhe historike, së bashku pra me qytetarë kemi menduar që tani për tani me resurset ekonomike të Prizrenit nuk mund të themi që do të ngrisim fabrikat të metallurgjisë ranë, sepse kjo nuk është të vërtetë, është demagogjike. Dhe asë që mund të investojmë 200 milion euro, sepse ai që tha që investon 200 milion euro, ai bëri pra gënjeshtër, një demagogji të pa skrupull, gjë që edhe fëmijët e vëllezër pra nuk mund ta besojnë. Ne mendojmë që përmes kulturës mund ta zhvillojmë ekonominë e Prizrenit, përmes mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, kryesisht përmes vlerave kulturore të cilat i ka Prizreni, atë mund ta ndërtojmë përmes turizmit, dhe ju dini tani turizmi ka vetëm një drejtor, dhe kjo i bie që nuk e ka asnjë punëtor. Prandaj si mund të zhvillohet turizmi në këtë farforme kur ekziston brenda një drejtorie vetëm një punëtor, dhe ai është drejtor edhe i vetvetes. Ne mendojmë se në brenda drejtorisë të turizmit do të shtojmë kapacitetet njerëzore punuese, sepse tani për tani administrata është e mbipopulluar, për arsye politike, për arsye se brenda administratës janë futur pra militantë politik, jo pse ka bërë keq pushteti që ata i ka shtyr në punë. Mirë po, qytetari duhet ta di që qeverisja lokale e ka për detyrë që një qytetari t'i afrojë një vend pune. Dhe pavarësisht cili subjekt është. Ne mendojmë që ata të cilët janë në administratë, në këtë farforme të populluar, duhet të zhvendosen në zyrën e drejtorisë së turizmit, pra dhe të punojnë aty, në një farforme të rrisim kapacitetet tona domethënë ekonomike. Mendoj që shembulli më i mirë i kësaj është Dokufesti, i cili për 5 ditë arriti që brenda Prizrenit për ati sjell 70 milion euro. Besoni që kado që shkojmë dhe i vizitojmë këto ente, këto pjesë të kulturës dhe të trashëgimisë tonë, na thonë që besoni që kemi aq shumë mysafirë që nuk na lënë rehat. Ne mendojmë që përmes ciceronëve, ama jo ciceron të cilët pra nuk funksionojnë fare, dhe përmes udhërrëfyzëve turistik të ndihmojmë në zhvillimin e kulturës. Po ashtu një resor tjetër i rëndësishëm është bujqësia. Bujqësia momentalisht në qytetin e Prizrenit ka pra vetëm 1% nga buxheti total i komunës, pra i ka 306.000 euro dhe ne brenda 4 viteve, pra kur them brenda 4 viteve, mendojmë se do të angazhohemi që të arrisim këtë buxhet në 10%. Dikush do të pyeste si do të arrisësh këtë buxhet. Ne mendojmë se brenda komunës, pra do t'i hapim 2 zyre, të cilat do t'a kenë pra në interes kërkimin e donacioneve, qoftë vendore, qoftë nga jashtë, për investime të cilat do kanë të bëjnë në subvencionime në bujqësi dhe në blegëtori. Këto subvencionime kanë të bëjnë me farëra, me kryesisht naftë, me mjetet të punës, sepse thonë të drejtën nuk duhet që naftën të cilën e blen një politikan për një xhep të blinduar, e gjë që nuk duhet ta ketë ashtu, duhet ta blen me të njëjtin çmim edhe bujku. Pra komuna është hapësirë publike në të vërtetë që përkujdeset për qytetarin e vetë, nuk është hapësirë private që përkujdeset për realisht të themi për 10 ose 12 vjet, të cilët janë në qendër të vëmendjes. Zoti Rixha, megjithatë, a mund të flasim sonte këtu në këtë emision të drejt për drejt, cilat nga pikat ose cilat nga referencat e juaja e dallon subjektin tuaj politik nga subjektet të cilat po garojnë dhe çka në fakt e dallon Arber Rexhaj nga kandidatët e tjerë? Arber Rexhaj ka emrin dhe mbiemrin, është antar i lëvizjeve vendosje, por Arbri në momentin kur vije para qytetarit, para media dhe para gjithë është ne, sepse Arbri përfaqëson lëvizjen vendosje dhe përfaqëson konceptin politik saj. Me një farforme të gjithë ne që jemi kandidat këtu, nuk mund të themi që hymë në emrat tonë personal që të garojmë në komunë, por secili nga ne, pra edhe e përfaqësojmë konceptin politik.
Lëvizja e vendosje gjatë 8 viteve dhe veçanti gjatë 3 viteve këtu si opozit, ka treguar që është opozita e vetme për qytetarin, pra ne konsiderojmë se LDK-ja dhe PDK-ja janë 2 fraksione, njëjtin subjekt politik. Këtë e ka dëshmuar edhe Asambleja Komunale, nuk e di nëse ka pas kritik brenda asamblesë, madje edhe ajo kritik që ka qenë kritik simbolike që në fund është kurorëzuar. Brenda subjektit PDK-s ka pas më shumë kritik se brenda këtyre 2 subjekteve politike. Besoni që edhe brenda PDK-s, po edhe brenda LDK-s nuk ka dallime konceptuale. Ka probleme të mbrëmshme që janë shfaqur brenda PDK-s dhe këto nuk kanë bëjnë fare me opozitë, por kanë të bëjnë me interesa të klaneve të caktuar me cilat realisht nuk duhet merren fare. Mirë po, ajo çka në koncept kanë parë shohim ne tek këto 2 subjekte politike në Prizren, janë 2 figura, që të 2 janë të vjetër, të cilët duhet realisht të pensionohen, dhe besoni që në moshën e tyre realisht unë do të kisha shumë dëshirë që të rija me nipat, të mbesat e mia dhe të kaloja jetën ashtu siç duhet të kalonte një i pensionuar. Sepse edhe kapacitetet fizike dhe psikologjike nuk lejojnë absolutisht që të vazhdosh me një forme jetën politike, sepse edhe politika është një terren shumë aktiv, është i lodhshëm edhe kërkon pra një energji të tepërt. Kjo është e vërteta, dikujt mos pëlqejë mirë, po kjo është e vërteta. Sa i përket këtyre 2 subjekteve, mendoj që të 2 subjektet kanë treguar që megjithatë kanë korrupsionin dhe nepotizmin, pra të shfaqur gjithandej me veprimet e tyre, domethënë të cilat kanë qenë për herë në dëm të qytetarëve. Po, kur flasim për lëvizjen vetvendosja, cilat nga prioritetet mendoni se e veçojnë këtë lëvizje dhe çka në fakt e veçon Arber Rexhajin? Lëvizja vendosje garon së pari herë. Unë jam kandidati më i ri në komunën e Prizrenit, gjithandej. Ndoshta edhe në Kosovë. Jo ndoshta, po edhe në Republikën e Kosovës. Prandaj kjo është risia që garon lëvizja vendosje këtu. Jam baba i 2 fëmijëve, jam një profesor në një shkollë të Prizrenit, qytetarët të cilët pra kanë pasur interesim të përcjellin aktivitetet e lëvizjeve vendosje, besoj që më njohin. Po megjithatë ajo që thash në fillim është që unë përfaqësoj vullnetin politik të anëtarëve të mi dhe kur vi këtu dhe kur takohemi me qytetar unë jam ne. Sepse besoni që edhe në një pikë alternative të lëvizjes vendosje kemi këtë barazi në qytetar. Ne mas pari këtë barazi e zhvillojmë brenda organizatës sonë dhe më pastaj mundohemi që ta aplikojmë edhe në qeverisjen tonë. Tek ne, pra megjithatë ekziston një barazi në mundësi, sepse ne të gjithë dallojmë, kemi dikush ka mundësi më të mëdha ekonomike, dikush duket ndryshe etj. Ajo çfarë në fakt dua të them është që qytetari i Prizrenit fillimisht duhet ndjehet i lirë, sepse me këtë qeverisje nuk është ndjerë i lirë. Ne pra nuk premtojmë, por premtojmë angazhim. Dhe çfarë do të dallojë lëvizja vendosje nga gjitha subjektet tjera politike është shembulli i mirë i qeverisjes. Ne do ta japim shembullin e mirë qeverisjes. Keni krijuar kabinet të qeverisjes mirë jo? Dëgjoni, kabinetet të cilat po krijohen prej subjekteve politike janë simbolika, janë formalizma. Ne çdo mbrëmje pra kemi një mbledhje të anëtarëve të cilët na i quajmë nën komitete. Na nuk i quajmë kabinete, na i kemi ato nën komitetet tona, të cilat kanë të bëjnë me arsimin, të cilat kanë të bëjnë me shëndetësinë dhe me fusha tjera ose lëme tjerë të jetës. Këtë koncept ne e kthejmë në nën komitet që i bie që një farë përgatitje profesionale për fushat të caktuar. Dhe unë kur vi këtu para jush, sigurisht njerë dalë para tyre dhe bisedoj me ta se çfarë duhet të them para qytetarëve. Prandaj e thash ne. Ne mendojmë që jemi subjekti i parë që garon për herë të parë në zgjedhje komunale dhe garon kryesisht me listën e njerëzve nga profileve të ndryshme, të moshave të ndryshme dhe besoni që me listën më të mirë për qytetin për disa arsye. E para është arsyeja që ata asnjëri prej tyre nuk janë të kompromituar dhe e dyta asnjëri prej tyre nuk ka bërë por nuk ka zhvilluar korrupsion që kanë zhvilluar për kandidatët ose disa kandidatë në disa lista pra të partive politike. Dhe veçantia jonë është që ne afrohemi për t'i dhënë qytetit shembullin e mirë qeverisjes dhe jo kabinetet të mirë qeverisjeve të cilat janë simbolika dhe janë formalizma. Unë e përmenda qysh më herët, pra pika parë, shtylla parë të na është zhvillimi ekonomik përmes kulturës dhe në këtë rrafsh edhe
kultura e zhvilluar, më pastaj vije bujqësia, më pastaj, domethënë, ne kemi këtë punën e transparencës. Mendojmë që administrata komunale duhet të jetë pra transparente. Asnjë subjekt politik nuk i ka pra të vendosura me rregull, domethënë, të gjitha financat nuk i tregon se ku i merr. Ne jemi vetmi subjekt që mund të hapësh pra website-in tonë dhe ti sheh se sa harxhime kemi bërë sot në Prizren, për shembull, në ndonjë aktivitet të cilën kemi pasur. Pra transparenca e publike njëherë brenda organizatës të shfaqet edhe brenda institucionit. Dhe nesër kur ne, pra ose në këtë rast, domethënë unë do të bëhem kryetar i komunës, askush nga firmat, bizneset të cilat pra kanë dhënë mjete për lëvizje vendosje nuk mund të vi edhe të më kap prej mangu dhe të më thotë jo, ma jep tash të nderin ti. Pra ma jep këtë nder të cilën pra unë domethënë ta kam paguar fushatën, ti kam paguar posterët, ti kam paguar ftyrat e organizatës tënde, dhe në një forme ti më detyrohesh të ma kthesh mua. Edhe ata të cilët kanë dëshirë të japin financat tek ne, pra edhe shumat i kanë të limituara. Pra ne e munduar që përmes shembullit të mirë brenda, nesër, pra me fitoren lëvizjes me 3 nëntor, ta japim edhe shembullin e mirë të qeverisjes brenda qeverisjes pra lokale në Prizren. Ne mendojmë që alternativa jonë lokale i përfshin pothuajse të gjitha lëmet dhe ne pothuajse kemi zgjidhje për të gjitha problemet e qytetarëve me të cilat domthonë kemi punuar me vite. Nga një organizatë i jashtë institucionit, kur pa të garuar lëvizja vendosje fatkeqësisht pa të qelluar zgjedhjet parlamentare dhe tani pra janë zgjedhjet e para komunale ku ne hym për të fituar, për të qenë në realitet lokomotiv e ndryshimit dhe për të sjellur pra qeshje e gëzim realisht edhe Prizrenit. Si e shihni lëvizjen në vendosje si çështjet ose siç po e çuni natyrisht si një lëvizje lokomotiv dhe në fakt nga fushata e deri tashme elektorale, çfarë raporte keni me subjektet politike, sa në fakt jeni marrë ata me ju dhe ju me ata? Sigurisht, ne kemi një fushat shumë, domethënë, atraktive, kemi një fushat të shpejtë dhe pothuajse të organizuese. Kontakti jonë i drejt për drejt është direkt me qytetarin. Ne çdo ditë zbarkojmë në lagje të qytetit, në fshatrat të qytetit ku megjithatë i kontaktojmë pothuajse gjithë banorët e lagjës. Këtë nuk besoj që ka mundësi që ta bëjnë ndonjë subjekt tjetër për një arsye të vetme. Sepse ne kur e takojmë qytetarin, pra nuk e takojmë duke u skuqur. Dhe e para edhe e dyta, subjektet e tjera megjithatë kur e takojnë qytetarin skuqen, sepse e dinë se çfarë kanë bërë dhe e di edhe qytetari mirë se çfarë ka bërë. Madje kur dalë nëpër emisione televizive, kërkesë qytetarëve shumë të na tregojnë se çfarë do të bësh ti, sepse ne i kemi parë ata. Tani po duam t'ju shohim juve. Me qenë sa ata kanë treguar, sepse secili prej tyre ka qenë nga një mandat, pra dikush 2 e dikush 1 në qeverisje, ne mendojmë se përmes alternativës tonë, përmes zgjidhjeve konkrete të cilat kanë të bëjnë me jetën e qytetarit, pra t'i ofrojmë qytetarit ta sheh ku është lëvizja vendosje, ta sheh alternativën tonë, të cilën veç se ka është shtypur, pra aktivistët tonë edhe shpërndajnë nëpër teren, formën e saj të shkurtuar sigurisht, sepse e gjëra megjithatë ka shumë faqe, dhe se fushata jonë orientohet drejt për drejt pra me qytetarin. Qytetarët nga do që na shohin, ne shpresë të vetme pra e kanë lëvizje vendosje, edhe kjo për një arsye të vetme. Sepse tani më nuk kanë pra të zgjedhin mes 2 alternativave dhe alternativën më të keqe. Tani e kanë një alternativë e cila është më e mirë. Pra është alternativa e cila jep shpresë dhe alternativa e cila mëton që Prizrenin ta ndryshojë. Dhe në fakt dikush më ka thonë po pse nuk po premtoni ju? Jo, ne nuk premtojmë, sepse 200 milion euro ne nuk mund t'i themi sepse dalim naiv, dalim demagog para qytetarëve. Dhe ne nuk i bllokojmë as lagjet të qytetit, siç bën kryeministri i Kosovës, pra për t'i marrë profesorët me zore për t'i prunë këtu bim. Tubimet të mëdha, domethënë të LDK-s janë duke të PDK-s, më falni, janë duke dështuar. Mendoj se ky koalicioni i gjerë i subjekteve politike, kryesisht minoritare, është në dëm të vetë subjekteve minoritare
dhe se nuk besoj që Ramadan Muja i ka bërë aq mirë pra këtyre minoriteteve me një forme sa që këta minoritete do ta votojnë Ramadan Muja. Unë besoj plotësisht në fisnikrin e votës së qytetarëve prizrenas, se ata këtë herë do të zgjedhin, domethënë ndryshimin dhe se në fund fare do të kurorëzohet me fitoren lëvizjes vendosje dhe se vetëvendosja do të jetë alternativa kryesore për zhvillimin e qytetit të Prizrenit, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në arsim duke depolitizuar fillimisht atë, më pastaj duke funksionalizuar dhe profesionalizuar, dhe kryesisht duke zgjedhur edhe ujin e pishëm të cilën domethënë çdo qeverisje lokale të cilën e premton dhe në fakt asnjëra prej tyre deri më tani nuk ka mundur që të arrijë qoftë edhe elementin e vetëm të jetës, pra siç është uji t'ua jep qytetarëve. Kjo është fatkeqësi e madhe dhe se besoni gjatë udhëtimeve tona me qenë sa jemi të uji, kemi vërejtur se kryesisht uji është domosdoshmë çështje e menaxhimit keq. Domethënë këto 40 burime të cilat i ka Prizreni janë të mjaftueshme, veç atyre duhet i shtohen edhe 2 burime të reja, që është Vërmica dhe Poslishti, dhe me një formë është problem aq i lehtë i menaxhueshëm, saqë këta na kanë bërë një problem të madh. Është problem domethënë i menaxhimit sepse këta nuk merren me atë farë pune dhe besoni që në fushat tani shihni gjithandej, pra shkojnë edhe shtrojnë asfalt. Mirë, le ta shtrojnë asfaltin. Mirë po, e shtrojnë asfaltin edhe pa rregulluar çështjen e ujit me të cilat kalon. Pra nuk e shikojnë mundësinë e zhvillimit infrastrukturor, me qenë se po kanë dëshirë të investohen në infrastrukturë, në rruga asfalt, në shkolla. Nëse zgjidhet Arboregja, si do ta udhëhiqte komunën? Po, me shembull asfalt do të bënte punësim të re. Sigurisht, mirë po infrastruktura nuk do të thotë që është vetëm asfalt dhe nuk do të thotë që është vetëm objekte. Sepse nëse i shënin këtë formë, këta kanë vjedhë edhe në emrin e dëshmorëve, këta kanë vjedhë përmi dëshmorët, këta kanë vjedhë në bustat e dëshmorëve. Na këta e kemi vërtetuar si lëvizje vendosje. Ajo që ka po duhet të them në këtë rast është që një zhvillimi ekonomik i qytetit nuk është vetëm infrastruktura, është edhe ekonomia, është edhe arsimi, sepse edhe arsimi në ekonominë e Prizrenit duhet pra të ketë një pikë, një bashkëdyshim, një pikë ku ata mund të qëndrohen. Pra jo gjithçka të shkojë në formën ad hoc, kuturu, shpejt e shpejt, edhe për çështjet të fushatës dhe të votave të cilat mund të merren dëmtohen lagjet të qytetit, në fakt të dëmtohet vetë qytetari i Prizrenit. Ajo çfarë në fakt do të bëjnë lëvizja vendosje, ne pra si lëvizje do të jetë që do të japim domethënë shembullin e mirë të qeverisë së qytetarit, ku ata për shembull zgjedhtarët dhe afaristë e Prizrenit me një formë nuk do të ndihen të hendikepuar, të mashtruar ose që t'janë dalë dikush rrugën e zhvillimit. Mirëve nuk po i ndihmojnë si qeverisje lokale, po mos t'i pengojnë spaku me tatimet larta ose ju e dini që tatimi në provën pra është gati me një formë është bërë domethënë 100% kështu dhe lëvizja vendosje do të bëjë pra kryesisht një gjë të vetme, shembullin e mirë dhe qytetarit do të ndihet të lirë pra në qytetin e vet ku jeton dhe besoni që do të mund ta thotë pra mendimin e vet. Lëvizja vendosje nuk shkon në shtëpitë e njerëzve për t'i marrë në tubime publike, nuk shkon për shkolla për t'i marrë profesorët me zorë për tubime. Dhe lëvizja vendosje pra e respekton bindjen e secilit qytetar, vullnetin e tij personal dhe me një formë mendimin e tij të lirë dhe demokratik. Nëse thirremi në demokraci, këto janë shtyllat e demokracisë dhe ne pra si lëvizje Zoti Rexha, gjatë takimeve me qytetarët dhe në fushatën elektorale tuaj, çfarë mendoni, ju i keni publikuar, do thotë disa nga kërkesat kryesore të qytetarëve, a mendoni se ato kërkesa mund të kryhen nëse ju do të jeni në krye të komunës? Po mirë. Disa nga ato që i keni bërë identifikim, ju i keni ndarë në 10 pika, do thotë si kërkesa elementare të qytetarëve të Prizrenit. Nëse e shihni me vëmendje ato kërkesa qytetare të gjitha janë kërkesa etike, nuk janë kërkesa megalomane. Pra nuk janë kërkesa të miliona euro, as kërkesa të 200 milion euro. Aty e shihni kërkesa e qytetarëve është ujë i pishëm. E shihni aty kërkesa e qytetarëve është arsim i papolitizuar dhe cilësi në arsim. Është e kundërta që ka bërë pushteti. Pra arsimin e ka depolitizuar, ju edhe vetë i dini, pra drejtarët të cilët realisht janë në kryesi të Partisë Demokratike këtu në Prizren, janë kandidat për asamble dhe megjithatë, pra i kanë zaptuar për shkollat tonë.
Ne, si lëvizje vendosje, do ta bëjmë depolitizimin e arsimit në Prizren, dhe në një farë forme, duke bërë depolitizimin e arsimit, ne mundemi që brenda arsimit më pastaj të fusim profesionalizëm, dhe ky profesionalizëm do të arrijë cilësinë. E shihni që nuk kërkon këto mjete miliona euro. Ndërsa në vendet rurale, në fshatra, më të larta të Prizrenit, sigurisht nevojitet investime shkollave. Atë sigurisht do ta bëjë edhe lëvizja vendosje. Mirë po, nuk ka nevojë që për çështje elektoraliste të ngritën shkolla vend e pa vend, të harxohet buxheti komunal. Dhe për çështje të fushatës të shtrohen rrugë të cilat nuk e kanë të zgjirur fillimisht çështjen e furnizimit me ujë. Si shtrohet asfalti aty, ai rrugë duhet prishet edhe një herë, pra që më vonë të instalohet ujë brenda. Para mendoni, se ku na kanë pruar jetën kjo qeverisje, momentale, edhe ajo qeverisje që realisht shkoi e degradoi. Ne mendojmë se përballë këtyre dy subjekte politike kemi zgjidhje për problemet e qytetarëve, të cilat kërkojnë miliona euro, dhe ato sigurisht, mirë po kërkesat, nëse pyesni se ku do t'i merrni ato para, sigurisht që ne mund ta bëjmë ristrukturimin e buxhetit komunal, mund ta orientojmë buxhetin komunal drejt alternativës tonë, dhe sigurisht që do të kemi grupe të specializuara të cilat bëjnë hulumtimin e donacioneve nga jashtë dhe nga brenda. Ju e dini se sa oferta ka pas Prizreni për donacione, subvencione të ndryshme, sidomos turistike, të cilat i ka humbur nga kërkimi i mitos, edhe nga përpos kërkimit të mitos, edhe nga keq menaxhimit të cilën nuk ka ditë ta bëjë, sepse brenda komunës janë kryesisht njerëzit të cilët janë jo profesional dhe e kanë fjalën në këto drejtori politike. Kur flasim për këtë punë, si do ta rumbullaksonte Arber Rexhaj karakteristikat, ose dy nga karakteristikat kryesore pse duhet të votohet Arbri këtë herë, dhe mes ju po lidheni vazhdimisht me subjektin politik, pse duhet të votohet lëvizja vendosje dhe lista juaj e kuvendarëve? Sigurisht, është e pamundshme që unë ta shoh veten jashtë konceptit politik që e përfaqësoj. Sigurisht kam emër dhe mbiemër, dhe sigurisht kam vlerat edhe të mia personale. Ndoshta kam mangësitë e mia. Mirë po, kur unë garoj si lëvizje vendosje, unë garoj si lëvizje. Prandaj garoj në emrin e gjithë atyre, qindra e mira për krahasve të lëvizje vendosje. Mendoj që ne jemi personat plejada e re e ndryshimit për Prizrenin, dhe garojmë kryesisht ndryshe prej subjektet të cilët kalkulojnë në shifra të ndryshme koalicionësh, ne garojmë për ta fituar Prizrenin. Ju s'keni dashur, asa keni pas oferta për para koalicion me ndonjë subjektet politike? Po, me këto 2-3 subjekte cilat i përmenda, ne nuk mund të kemi edhe oferta për koalicione. Po jo, në fakt, në Prizren garojnë 10 subjekte politike. Unë po flasë për subjektet të cilat e kanë pasur pushtetin dhe cilat e kanë degraduar qytetin. Për subjektet tjera të vogla, megjithatë ato i kanë punë të veta dhe me ata i dinë më mirë për përgjegjësitë e veta. Ajo çfarë kërkoni që ta rumbullaksoj është kjo. Pra ne kemi listën e re më të mirë për qytetin e Prizrenit, kemi të gjitha zgjidhjet dhe kemi vullnetin dhe guximin për ndryshuar ato. Nëse ne vim në pushtet, pra nëse qytetari e vendos, sepse në fund fare qytetari sërish do ta vendos, pavarësisht pra kësaj fushate eklatante të posterëve, të marketingjeve të mëdha, të emisioneve televizive bombastike tjera, qytetari megjithatë vendos votën e vet dhe vendosja beson thellësisht në fisnikrinë e qytetarit dhe ndërgjegjësimin e qytetarit. Mendoj që ne jemi plejada ndryshimit, ne nuk duhet ta durojmë këtë gjendje, jemi këtu për ta ndryshuar dhe jemi vetëm subjekt politik që me 3 nëntor besojmë fuqishëm në fitoren tonë, dhe fitore e nuk do t'jetë veç e jona, po do t'jetë fitore përbashkë e qytetarëve. Sepse atëherë qytetarët do t'jenë të vetëdijshëm për ndryshim. Zoti Arber, ju përmendet posteret dhe përmendet natyrisht edhe emisione televizive. As mendoni se këto do të ndikojnë tek mentaliteti i votuesit për ta votuar ato që bëjnë atë? Unë jam veç në emision televiziv. Pra, dhe biseda jonë është bisedë konceptuale nëse e vreni. Ne bisedojmë për alternativë, ne bisedojmë për koncepte politike, ne bisedojmë për qytetarë. Ne kemi di posteret tonë.
Mirë po, ata poster nuk janë të mitizuar aq skajshëm, sepse ne jemi njerëz. Pra përfaqësojmë secili vlerat tona. Pra nuk jemi kundër kësaj fushate. Mirë po jemi kundër kësaj megalomonie e cila megjithatë e dëmton rënd buxhetin e Kosovës, e dëmton rënd buxhetin e komunës, sepse këto janë para tona të cilat po bëhet fushata. Përveç lëvizjeve vendosje që ka parat e qytetarëve, vullnetarëve dhe parat personale të organizatës të cilat janë publike. Ajo çfarë po dua të them është që fushatat politike në Prizren përherë, pra në Prizren në veçanti po edhe në Kosovë, po ne me qenë se po flasim për Prizrenin, janë fushata megalomane, miliona euroshe. Nëse shihni veç posteret të cilët i shihni në për qytet, ato janë para. Dhe besoni që nëse partitë politike do të ishin aq të mira, të cilat do ta ndonin ndryshimin e madh, nuk do të shpenzonin ato para për posteret e tyre, por për projekte kapitale të cilat mund t'i rregullonin pra çështjet e Prizrenit. Zoti Rexhaj, çfarë u desh t'ju pyes unë dhe që unë nuk ju pyeta, por që do të ishte mirë që ju përmes këtij emisioni ta përçonit tek elektorati juaj. Ju faleminderit fillimisht që më keni ftuar, më keni nderuar dhe mendoj që unë duhet të shpreh para qytetarit një aspekt të cilën e kam të dobët dhe një aspekt të cilën e kam ndoshta të mirë. Unë jam si njeri, pra jam familjar, nga pak jam temperament dhe njerëzit më cilësojnë si njeri shumë serioz dhe njeri i cili pra që është pak. Kjo është e para, ndërsa e dyta, mendoj që karakteri im, lëvizja vendosje të gjithë ne së bashku e përçojmë mesazhin pra të guximit të energjisë, duke mos harruar përvojën, të cilën përherë e kemi brenda organizatës tonë dhe shembullin për të qenë shembull në nivel të komunës së Prizrenit dhe për ta ndryshuar një herë përgjithmonë pra Prizrenin. A mund të jepni mesazhin tuaj? Po, mesazhi vetëm është që qytetarët, pra me 3 nëntor, të dalin masivisht në zgjedhje, të votojnë për subjektet e tyre politike të cilat i kanë, ta votojnë edhe lëvizje vendosje, pra ta votojnë numrin gjallë të ne, mirë për të dalin masovikisht dhe të tregojnë pra një kulturë të demokracisë dhe atë ditë pra njerëzit e papërgjeshëm të cilët do të tentojnë pra të manipulojnë zgjedhjet, do të ndeshen pra me lëvizje vendosje. Zaten edhe subjektet tjera për herë kanë pranuar se lëvizja vendosje është gardian i vullnetit dhe i votës dhe më një forme ta votojnë numrin gjatë e ne, pra ta votojnë numrin i cili e sjell domthonë ndryshimin për Prizrenin. Ju faleminderit. Zoti Rexhaj megjithatë qet mjaft modest, sepse nuk thatë as se duhet votohet Arber Rexhaj. Megjithatë ne ishim pra me kandidatin e lëvizjes së vendosje me Arber Rexhaj, i cili garon për herë të parë për kryetar të komunës së Prizrenit, që nga mosha është njëri nga kandidatët për kryetar më të ri në Republikën e Kosovës. Unë shpresoj se deri në fund të kësaj fushate elektorale, unë s'po e quaj tegër as të butë, por po e quaj fushate elektorale, ne do të ritakohemi përsëri me zotin Rexhaj për të dhënë natyrisht për të parë ecjakjen e fushatës dhe për të marrë opinionin e lëvizjes së vendosje dhe të zotit Arber Rexhaj, kandidat i lëvizjes së vendosje për kryetar të komunës së Prizrenit. Ju falenderoj që ishin në këtë program, e ne duke shpresuar se përsëri do të jemi së bashku. Të nderuar miq, deri në debatin e radhës, mirëmbëjtje. Të mërkurën nga ora 15, qytetin e Prizrenit do ta vizitoj kryeministri i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Kosova Devleti'nin bu girişimine biz de TİKA aracılığıyla